Dita e 21 e protestës qytetare duket se i ka zbridur në fushën politike të gjithë aktorët e përfshirë. Flas të gjithë aktorët që janë aktiv, sepse ndërkohë një sër aktorësh që detyrimisht duhet ishin aktiv, po thuajse nuk janë apo kanë heshtur. E para, sot paradite, ishte kryeministri Rama, i cili mblodhi grupin parlamentar të Partisë Socialiste, në një fjalim të gjatë, në cilin thelbi ishte: ne kemi 83 mandateve, 82 aktualisht, po plus 3 të PSD-s, dhe nuk më ka shkuar ndërmend t'jap dorëheqjen, që ishte përgjigje drejt për drejt ndar kërkesës së qytetarëve. E dyta, i akuzoi algoritmet dhe po i quaj ndikimin e rrjeteve sociale në këtë protestë, dhe nuk i kurseu kritikat natyrisht dhe për të vetët, sidomos në pjesën pa kamera. Thelbi i bisedës tim me kamera ishte që askush nuk mund të detyrojë t'jap dorëheqjen për një gjë që e kanë fituar me votat e shqiptarëve. Nga ana tjetër, në këtë momente që ne po flasim, Tiranë është duke zhvilluar protesta e 21. Rrallë herë, pak në kujtesën time, nuk ka ndodhur kurrë që shqiptarët qëndrojnë 21 ditë rresht, ndoshta nuk e di sa të tjera, në një protestë të përditshme e cila ka algoritmin e saj të ulive të ngritjeve, por që gjithmonë ka pika kulmore, siç është sot. Sot për herë të parë në protestë është përgjigjur dhe diaspora, e cila ka filluar të mbërriqen orët e para të mëngjesit dhe i është bashkuar protestuesve para kryeministrisë pak kohë më parë. Madje autokolonat e makinave që vinin nga Londra, nga Gjermania, një pjesë nga Greqia, apo dhe nga Kosova janë bërë virale në rrjetet sociale me mjaft entuziazëm dhe përshëndetjen e protestuesve, të cilët e konsiderojnë diasporën një pikë të rëndësishme me kontribut në protestën që ka nisur 21 ditë më parë, që thash nisi për çështjen e projektit të Zvërnecit dhe më pas është përqendruar në një kërkesë dorëheqjen e Edi Ramës, por dhe në një pakënaqësi ndaj gjithë klasës politike ku nuk kursehet opozita. Pra Parrulla është, Nano dhe Berisha janë një dhe duhet të largohen. Në këtë moment që jemi, duket sigur ka një ngërç i cili më shumë mund zgjidhet në të ardhmen sa mund të ketë një zgjidhje aktuale. E para, Rama ka deklaruar që është i gatshëm të negociojë, por nuk ka mandat, pra nuk ka një grup negocimi. Përfaqësuesit e kanë bërë ditur që nuk kanë ndërmend të nxjerrin një përfaqësi, nuk kanë një delegim, po themi, sepse kërkojnë vetëm dorëheqjen e Ramës dhe asgjë tjetër, por dhe këtu mbetet një gjë e paqartë. Tani, përpara se shkoj tek analiza se çfarë mund ndodhi, një gjë është thelbësore. Në gjykimin tim ndoshta është thelbi. Kjo nuk është një protestë e zakonshme. Nuk është një protestë e një grupi njerëzish që janë ngritur për një fenomen caktuar, qoftë për Zvërnecin, qoftë për diçka tjetër. Kjo është një protestë e cila reflekton dukshëm dhe qartë pakënaqësinë popullore ndaj mënyrës se si po qeveriset Shqipëria. Është një pakënaqësi e mbartur në shumë vite, pa drejtësi, pa barazi, problemet mos funksionimit të shtetit, stërzgjatja e një mazhorancë e cila ka hyrë në vitin e saj të 14 gati, pra ka kaluar 13 nga hyrë të 14 dhe synon të shkojë deri në 20 vjet, që janë mazhoranca pak të vështira. Ka pasur Gjermania, po vendet e tjera e kanë pasur më të vështira. Kjo nuk është një protestë e zakonshme edhe për arsye të pjesëmarrjes, po mbi të gjitha për faktin që njerëzit pjesëtarë në protestë janë kryesisht të rinj. Brezi i cili për fatin e tij të keq ndihet më i marginalizuari në shoqërinë shqiptare, më i mbetur i minjan dhe mund të rendisë një sër arsyesh. Por para se të rendis arsyet, sepse kjo mund të meritonte një video tjetër, duhet fokusohem pak tek një fakt. Bëhet fjalë për një protestë në cilën Shqipëria është, pra Tirana është e gjitha e fokusuar aty. Ndërkohë, nuk ka asnjë reagim nga Presidenti i Republikës. Presidenti i Republikës është personaliteti më i lartë i shtetit, e do apo se do, të pëlqen apo s'të pëlqen, është simboli i unitetit kombëtar dhe qytetari numër 1. Është në nderin e presidentit që ai të mbajë një qendrim për protestën. Do ishte nderin e presidentit, të rriste kryeministrin për të biseduar dhe të shkonte dhe të takonte edhe përfaqësuesit e protestës vetë. Është normale kjo gjë, sepse është qytetari numër 1 i Shqipërisë. Është përgjegjës si për qeverisjen, ashtu dhe për qytetarët e tij. Është protestë popullore, pra po them qytetare, dhe nuk sheh askund avokatin e popullit. Do ishte krejtësisht normale që avokati i popullit paktën të shkonte dhe të takonte këta protestues për të dëgjuar ankesat e tyre. Më ka qelluar mua të jem ditë tëra për të dëgjuar, natyrisht unë nuk ju zgjidh dot asgjë. Por avokati i popullit e ka një lloj detyrimi, sepse është një prej figurave të larta që është mbi palët, supozohet të jetë mbi palët dhe është njeri i rëndësishëm në këtë drejtim. Pra duhet të ketë ai një opinion të tij, jo se do të zgjidh gjë
avokati i popullit, as presidenti nuk zgjidh gjë, por ne po flasim për një angazhim. E treta, është një çështje që fokusohet tek mjedisi, pra një çështje e rëndësishme mjedisore, dhe ndërkohë nuk ka folur asnjë fjalë të vetme, insistoj edhe një herë, asnjë fjalë të vetme ministri i mjedisit. Nuk e kam parë kurrë, unë nuk e njoh as për emër. Nuk vë dot bast për aftësitë e tij profesionale, mund të jetë një profesionist shumë i zoti, mund të jetë njëri me shumë integritet, por e ka detyrim zyrtar, politik, por edhe moral, që të dalë dhe të shprehet për projektin, meqense projekti ka qenë zanafilla, sepse tani e ka tejkaluar projektin. Pra imagjino, edhe ministri i mjedisit nuk ndihet fare dhe nuk flet askund. Nuk po hyj pasaj që grupi parlamentar i Partisë Socialiste shumë pak kanë reaguar, domethënë me përshtim të neomalsores, Mariana Koçeku që u largua, Ardit Bidos që është aktiv në një drejtim dhe në një tjetër, gjithë grupi parlamentar i Partisë Socialiste është i heshtur dhe nuk reagon. E gjithë gjëja i ka mbetur në shpinën Ramës. Tani, Rama deklaron që nuk do të japi dorëheqjen. I referohet 82 mandate plus 3 të PSD-s, rreth 85 mandate që i japin atij një shumicë të cilësuar, jo shumicën, jo 2 të tretat, po 3 të pestat, që mund të lejojnë të ndryshojë dhe ligje shumë të rëndësishme që janë me 3 të pestat. Natyrisht, unë kam thënë dhe njerë dhe insistoj sërish, fuqia e Ramës janë mandatet në parlament. Kur kanë votuar, shqiptarët duhet mendonin që po i jepnin një fuqi ekstreme kryeministrit Shqipërisë. Nuk e kanë menduar, ka njerëz që pretendojnë që votat janë vjedhur, padyshim që ka pasur parregullsi, por kapërcimi i Ramës në 83 vota në këto zgjedhje ishte një gjë që i tejkalonte logjikën normale, po themi, se mas 12 vjetësh qeverisje ti nuk mund të rritesh në vota. Nga ana tjetër, protestuesit nuk negociojnë. Thonë, ne nuk pranojmë të negociojmë, ne duam vetëm dorëheqjen e Ramës. Pra me sa kuptohet, një negocim i mundshëm midis dyja palëve nuk ekziston. Asnjë faktor i tretë që mund ta lehtësojë negocimin nuk mund të futet mes, sepse përderisa protesta nuk ka një përfaqësi, është shumë e vështirë. Atëherë, në këto rrethana gjithçka mbetet në duart e po themi rezistencës. Kush do të rezistojë më shumë? Do të rezistojë Rama, i cili nuk ndihet i kërcënuar në parlament sepse vështirë që numri i tij deputetëve të largohet, pra ai mund ta humbi këtë majorancë nëse 13 deputetë i largohen, mund ta humbi, mund të tërhiqet vetë, ose mbetet rasti kur protesta mund kthehet në një bllokim total të funksionimit të shoqërisë shqiptare përmes mbylljes dyqaneve, po quaj bareve, restoranteve, gjithë jetës qytetit. Pra këto janë mundësitë. Nga ana tjetër, qytetarët kanë mundësinë që të rezistojnë shesh sa më gjatë për ta bindur Ramën që ai nuk mund të qeverisë vendin në kushtet që 4-5 orë poshtë dritares tij ka me mijë protestues. Por protestuesit edhe në Serbi kanë qëndruar gati 10 muaj. Çështja është që kjo protestë, e cila ndërthen brenda saj disa nga pakënaqësitë më të mëdha të shoqërisë shqiptare, ta adresohet siç duhet gjetur patjetër një moment që të reflektohet për të. Në fund fare, siç kam thënë gjithmonë, e vetmja zgjedhje do të jenë zgjedhjet. Zgjedhjet do të përcaktojnë kush do ta drejtojë Shqipërinë dhe kush ka shumicën. Në këtë rast duhet që protesta o të shndrohet në një strukturë politike ose në disa struktura politike që të adresohet kjo votë që në pjesën më të madhe saj nuk është hedhur fare, si një votë për të qeverisur Shqipërinë. Po deri tani sot ka qenë dita më e komplikuar sepse dyja palët janë në pozicione të tyre të palëvizura.